Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you look good? Gruaja më e pasur e botës. Kështu e quan vetëm profesor doktor Lulieta Bozo. Prej 48 vitesh me të njëjtin ritëm. Madje me më shumë energji se atëherë kur sapo e mëruan pedagoge me të dalë nga bankat e shkollës. Gjëja më e shtrenjtë për të është laboratori i punës, ku janë të renditura të gjitha mostrat e dherave të tokës me të cilat studion, e ka studiuar që kur i hyri profilit të gjeoteknikës. Asgjë në ditën e saj nuk ndodh pa plan. Ndryshe nuk do të kishte arritur t'i botonte të 25 librat profesional mbi të cilat bazohet lënda e ku referohen studentët. Sepse fundja janë pikërisht atë fundit motivimi më i madh i saj. E bëjnë të ndihet e mbushur plot dhe shumë të pasur me emocione. E vlerësuar nga institucionet ndërkombëtare si Shkencëtare e Vitit dhe Instituti i Biografive në Londër në 100 edukatoret e 2012-s, vendoset në unik si përzgjedhje publikut dhe krenari për studentët e saj. Familja ku jam rritur unë ka pasur një kujdes të jashtëzakonshëm. Ne kemi qenë 5 fëmijë në familjen tonë dhe prindrit, babai dhe mamaj, na kanë mësuar me që të vëgjit fare që 2 vjeç e 3 vjeç e para të jemi shumë punëtor, mos e diskutojnë çdo lloj punë ta bëjnë, mos na vijë zor për asnjë punë. Kemi shumë rregull në jetë, shumë disiplinë, me korrektesë, njerëz që të mos kenë frikë të thonë asnjëherë të vërtetën, ose të trëmen, me guxim, me trimëri. Këto gjitha t'i parë me dashurit madhe dhe respekt për njëri tjetrit. Dhe këto janë ato të cilat formojnë, si thosh, bazamentin që të mund të ecësh pastaj në jetë i sigurt në drejtim që ty të pëlqen. E kishim rregull që çdo të diel, gjithë familja do dilnim në natyrë, ku do shkonim në lumë të lajshit, në Erzel, do shkonim në Maldajtit, do shkonim në Durrës, me ato mjete që ekzistojnë atëherë, do bënim pikniqe, do të thonë asnjëherë s'kemi ndonjë ditë në diel në shtëpi, nuk bënte vaki asnjëherë. Në shtëpinë tonë s'kishte punë për vajza e për djem, ne ishim 2 motra e 3 vëllezër, punët ishin njësoj për të gjithë, do të thonë një frymë që po punojnë bashkë, do gëzojnë bashkë. Jo njëri të ri, tjetri të punojë. Në që të vegjin, në shtëpinë tonë, ne kishim terren sportiv. Babai ka pasur shumë merak që ne të rit ishim shumë të shëndetshëm. Dhe që të rit është i shëndetshëm do të merresh me sport. Unë 2 kam pasur sportet e mia të preferuara. Tash nga njëri kam hequr dorë se s'të lën shumë problemet e zemrës, po 2 kanë qenë. Noti, që e vazhdoj edhe sot e kësaj dite, dhe alpinizmi. Alpinizmi të shti e kam lënë, por shëtitet nuk i lë. Unë çdo ditë, edhe sot në këtë moshë jam, e bëj 3 kilometra për ditë, po bëj edhe 5 kilometra në këmbë, ecje. Nuk e kemi ndjerë as në familje, as në shkollë, që nga shkolla 7 vjeçare ishin atëre, shkolla e mesme, as në universitet, që të kishte një, domethënë një inferioritet. Ndoshta ka qenë rrethi ku jemi rritur, që ishte një rreth intelektual, Tirana, me mundësirat e saj, se s'kemi qenë në periferi. Unë personalisht se kam dirë që, do të thonë, vajza, gruaja është inferiore ndaj djalit, absolutisht, në asnjë aspekt. Kam pasur shumë dëshirë të bëhem pianiste, kur kam qenë e vogël, po pianiste pa piano nuk bëhesh dot, kështu që mundësirat për të bler piano nuk kishim. Ndërka që kjo si profesion, kur më pyesin, a ke dëshirë të bëhesh mësuese ose pedagoge, s'kam pasur kur dëshirë në rinin time të hershme. Qefin e kisha o fizikante, sa më pëlqente shumë fizika,
shumë, se ka shumë logjik brenda, ose gjeologe që të bridhja maleve, të esnja të zbuloja minerale, ose arkeologe që të merresha me zbulime arkeologjike. Domethënë kishte shkuar kur në mendje që unë mund të futem në rrugën e mësuesisë. Kështu që kur mbarova në 65-ën studimet dhe më mbajtën direkt nga bankat e shkollës në universitet, në fakt mbeta një çik kështu se nuk ishte një profesion që e kisha shumë të dashur dhe fillimisht në 2-3 vjet e para jam marrë vetëm me kërkim. Atë filloi ajo si thuash u fut mikrobi, virusi i kërkimit, virusi mirë i kërkimit. Kështu që ajo punë ka qenë e para që kam filluar dhe pastaj gjithë jetën kam vazhduar me kërkime në fushën, pastaj u specializova në fushën e dherave që janë një fushë e jashtëzakonshme. Ngushtë nga pikpamja e kërkimit, nuk mund të them ngushtë, sepse unë kam botuar 3 monografi, një kjo që është e gazobetoneve. E dyta kam bërë studimin për argjilet e Tiranës. Gjithë argjilet e Tiranës i kam studiuar dhe mbi bazën e këtij studimi propozuam dhe u fut pastaj në legjislacion llogaritja e bazamenteve me një metodë të re, që ishte metoda kufitare. Po që të arrinja atë rezultat më duhesh të gjenja gjithë argjilat ku ishin e ku s'ishin dhe që ti gjesh nuk e gjendon nga sipërfaqja, do të futesh nën tokë. Fatmirësisht në atë kohë që kam bërë në atë studim, ishte koha që bëheshin ato strehimet, merrja dhe lopatën me vete, edhe trastët, edhe hidhesha, që nga sipër 3 metra hidhesha poshtë. E merrja të kampionin ashtu siç duhet ta merrja, aty ku donja ta merrja, e paketonja gjitha, por pastaj s'dinja dot për jashtë. Se 3 metra nuk dilja dhe kur kalonte në një kush do të kaloj thoshte. O shok, se shok i thoshin atë. Kapi çik të lopatën mbaj sa të dalun edhe që të kacaviresh, domethënë me vështirësi të mëdha. Unë kam botuar 28 libra për studentët dhe inxhinierët. I pari ka qenë në 75-ën, i fundit është në 2012, tash para një muaji, bile sa kam mbushur muaji. I kam bërë dhe vetë dhe me bashkautor. Domethënë përveç librave, unë kam mbi 42-43 artikuj në këto kongrese dhe konferenca ndërkombëtare, dhe veç kësaj, duke pasur gjithmonë parasysh që, siç u thash, fusha e gjeoteknikës është shumë e komplikuar, por shumë e bukur. Dhe që problemet janë shumë të koklavitura, nuk zgjidhen dot kur me njëri. Atëherë kemi krijuar dhe shoqatën e gjeoteknikëve të Shqipërisë, që është një shoqatë thjesht profesionale. Nëse jam kjo që jam tash në këtë moshë me këtë aktivitet që kam dhe këtë forcë për të punuar, unë them një nga faktorët kryesor ka qenë puna që kam bërë kontakti vazhdueshëm me rinin. Rinia të jep kaq shumë nga vetë e vet, domethënë studentët, i jep dhe merr prej tyre. Dhe ky kontakti vazhdueshëm me rinin të bën të duket vetja sigurie rini. I thon gati 50 vjet që un kam krijuar familjen time me tim shoq metodin. Kemi 2 fëmijë, kemi një mbes e 2 nipa, kemi edhe një stërmbes, që është gëzim shumë i madh, dhe i them të gjithë dhe kam marrë dekoratën më të madhe që kur jam bërë stërgjyshe. Do them që familja është mbështetja kryesore që të jep fuqi për të vazhduar punën. Domethënë nuk të krijon strese. Shkon në punë, shkon e qit për të arritur atë që do të bësh, domethënë të mobilizohesh totalisht. Unë kam pasur dhe vazhdoj të kem metodin, them duhet jemi nga çiftet të ralla që kemi një mirëkuptim të paparë me njëri tjetrit, që mendojmë gjatë gjithë kohës njësoj për problemet, diskutojmë, se s'ka familje që nuk diskutojnë dhe nuk ka debate, por që biem për gjitha problemet parimore, biem në një mendje. Kjo ka shumë rëndësi dhe kemi gjithmonë mbështetje në njëri tjetrit për të gjitha gjërat. Kjo marrje dhënie me njëri tjetrin dhe ky komunikim shpirtëror mbi gjitha është baza për të qenë shumë i qetë në punën tënde. Domethënë shkon në punë pas një stres, shkon në punë me mendjen top për të bërë atë që do të bësh. Dhe me këtë edukat jemi munduar të i rrisim edhe 2 fëmijë tanë. Fëmijët i kemi rritur punëtor, pa pretendime, të zotë në jetë, ata në çdo moment, sa do të vështirë, e tregojnë veten që janë në gjendje të
të zgjidhin problemet e tyre. Çajnë vetë në jetën e tyre, me forcat e tyre. Kjo ka shumë rëndësi. Tërë jetën kam punuar në laborator. E fillova me laborator dhe po vazhdoj me laborator. Dhe besoj derisa të kem fuqi, nuk do ndajmë nga laboratori. Kam një pasuri që nuk mund blihet me asnjë gjë. Kam gjithë dashurinë dhe respektin e brezave të tërë të inxhinierëve, dhe jo vetëm të brezave të vjetër, por dhe fëmijëve të tyre. Unë kam pasur edhe vazhdet kem akoma student, fëmijët e ish studentëve të mi. Dhe kur ata të shikojnë me një mirënjohje, me një dashuri, me një respekt, me një adhurim, është pasuria më e madhe. Prandaj them që jam gruaja më e pasur në botë.